Përshëndetje. Ashtu si që thash dje, do startojmë një projekt të ri sot. Projekti që do startojmë sot quhet joystick. Joystick. Ja, stiku, joystick. Tani, për këtë projekt do t'i drejtohem prodhuesve të pajisjeve elektronike. Si për shembull kemi dhe nëse doni që të kontriboni, kjo do ishte gjë shumë e mirë. Një gjë shumë e mirë. Ky projekt është për fëmijët. Atëherë, drejtohem Sonit, Samsungut dhe të gjithë të tjerëve firmave të mëdha, prodhuesve për realizimin e këtij projektit. Dhe ata japin kontributin e tyre në këtë rast për të mirën e fëmijëve dhe të ardhmen e botës së një. Pra, projekti joystick ka nevojë për një bashkëpunim të përbashkët dhe të fortë mes njëri tjetrit. Tani, që mos ju marrë dhe shumë kohë, të fillojmë projektin. Ju shihni që unë kam vendosur vijin këtu. Ju do thoni çfarë do bëjmë tani me vijin. Këtu, sa kabulla. Atëherë, le ta fillojmë. Projekti në brendësinë e saj përmban një telekomandë. Kjo telekomanda, siç dhe fjala e thot, telekomandan, që e ndan do me thënë diçka, ashtu siç e thot, do të shërbej për të ardhmen e fëmijëve që janë në një moshë të vogël. Edhe në një moshë të madhe, por që specifikisht kjo është për realizimin për moshën e vogël, do me thënë që mos kenë shumë kontakte me pajisjet elektrike. Dhe çfarë bën kjo telekomanda tani? Unë po marr një telekomandë dhe po e sqaroj. Tani, kjo telekomanda në të ardhmen do shërbej për fëmijët, sepse nëpërmjet kësaj telekomandës fëmijët do identifikohen dhe do e kenë si pajisjen e tyre ditore. Çfarë do të thotë kjo? Që me këtë telekomandën, unë kam bërë dhe një shembull tjetër këtu, që t'ja u tregoj. Nuk është telekomandë, po okej, mund të themi për shembull kjo telekomanda është me një mbajtëse në qafë, është me sa më pak butona e mundur, do me thënë ka për kur e shohim kështu telekomandën mund të jetë me çdo lloj ngjyre, do me thënë ngjyrat e fëmijëve, roz, boqelli, ju e dini vetë atë gjë, do me thënë verdh, mund të jenë shumë modele dhe këtu lart ka
disa butona, jo shumë, por aq sa nevojiten për fëmijët. Cilat janë këto butonat? Butoni përpara, do me thënë right, left, up and down. Ariana, varte mal. Zër papa dino vas machen? Welche? Ha. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ja. Kërkoj ndjes. Tani, këtë kur e mban kështu është përpara, mbrapa, majtas, djathtas, lart, poshtë. Kurse këtu është djathtas, kur për shembull fëmijët do ta përdorin telekomandën për të lozur, si joystick, që i shtin për të ecë përpara, mbrapa, e mbajnë kështu, do me thënë ajo e ndryshon vetat të lart, poshtë për videot që do telekomandojnë fëmijët, do me thënë përpara majtas, këtu e kam bërë, do me thënë 2 butona vetëm, kaq, jeshile dhe e kuqe. E kuqja është për shembull që të kthehet video mbrapa, jeshilja që startohet video për shembull, ose që dhe për funksione lojrash që mund të shifet për shembull. Është edhe për të fikur dhe për të ndezur, do me thënë për fikjen këtu e mban 3 sekonda shtyp, për të ndezur e mban prap 3 sekonda shtyp që të kursejmë sa më pak butona për fëmijët. Thash ngjyra të ndryshme, këtu butonat e lojrave, mund të vjen edhe butona për kategoritë për shembull e videove, kurse këtu anash tani unë nuk kam vizatuar gjë, por po e them me gojë, këtu anash që nuk preken nga fëmijët kur lozin, se i kanë duart e vogla, këtu vetë për shembull kids tube, vjen edhe për fëmijë gjëra të tjera, domethënë dhe me anë të mbajtjes së butonit shtyp, atëre aktivizohet në monitor ky program, ky aplikacion. Pra mund të bëhet edhe prej xhami, do me thënë prej monitori, touch, që ju pastaj prodhuesit e televizoreve e tjerë, do me thënë, bashkëpunoni me ta, me prodhuesit e aplikacioneve që t'i vendosni si pas dëshirës këtu. Do me thënë kids tube, kur këto përdoren për shembull, kanë dhe ata favorin e vetë që përdoren aplikacionet e tyre e tjera. Kjo, do me thënë fëmija për shembull, kur je këtu, mami, babi, mother, father, i thot, hajde iki me ke marrë telekomandën me vete, dhe këtu. Dhe kur e merr fëmija telekomandën me vete, për shembull, e merr në makinë. Çfarë ndodh në makinë? Me këtë telekomandë, fëmija nëpërmjet një aplikacioni që instalohet ke çdo pajisje, për shembull televizor këtu në monitorin e makinës që për mendimin tim në të ardhmen se dilet mbrapa duhet të kenë një monitor që nuk e ka fëmija afër ose në dorë për shembull tabletin ose një celular për shembull, por që ka vetëm telekomandën e tij ose të saj dhe nëpërmjet telekomandës duke instaluar këtë aplikacion funksionon dhe telekomanda dhe ajo mund ta përdori ose ai fëmia mund ta përdori ke çdo pajisje që instalohet ky program, këtë telekomandën. Dhe telekomanda ka, as që diskutohet, si që kam vënë këtu Wi-Fi, ka edhe një mbrojtëse që mos thyet për shembull, ka edhe një mbajtëse, që nuk është ky, po unë e mora vetëm për ta demonstruar. 2 sekonda. Për shembull, po marr një shembull,
Mendimi im është për shembull që një mendimi im. Bëni si doni, si t'ju vi mbar ose si ta mendoni më mirë. Këtu për shembull vjen një kabull, këtu korrenti, domethënë që ran ti korrenti këtu, edhe vjen kabulli i holl, mua më pëlqen veçantisht për shembull siç e ka Samsungu atë fije e holl ku është edhe energjia edhe që transmeton në televizor diçka që mund instalohet edhe mund të futet dhe në një kabull i holl tjetër dhe këtu tani për shembull me anë të magnetit ose me diçka futet telekomanda edhe karikohet edhe ka vendin e vet dhe ky karikimi tani këtu ky kabulli është mirë për shembull që USB-ja ose një, si të them si mendim që ta shoh që mos shkëlyen fëmijët për shembull mbrapa televizorit ose prindrit që të jenë pak në anësore të televizorit edhe që të jenë, si ta them të arrish me një herë, domethënë aty janë anësore ose përpara televizorit, anash domethënë sa më të vogla USB domethënë edhe që mos nga mrapa domethënë mos mundohen shumë. Kjo është ideja domethënë. Edhe këtu vendoset dhe prindri e thret fëmin, po, ku je? Këtu, do hikim, e ke marrë telekomandën me vete? Po, e ka marru, merre. E mori fëmia. Edhe një lloj metode ose mënyre që fëmia për shembull duhet mësohet nga prindrit edhe nëpërmjet një sinjali të vogël fare, jo shqetësues që thjesht për kujtesë që fëmia ta vendosi telekomandën prap në karikim ose në vendin e duhur dhe jo ta lej diku tjetër. Dhe nëse për shembull ta supozojmë kot shtyp një buton këtu ke televizori aty domethënë ku e kam unë, për shembull aty ku është poshtë ajo me një kabull të holl, e lidhur me televizorin dhe e shtyp një buton aty edhe kjo bën një zhurmë të vogël jo shqetësuese që edhe telekomanda të mund të gjendet se ku është. Kjo është telekomanda, këtu domethënë, unë e kam bërë kështu, pra do të shërbej e kam parë dhe domethënë si joystick, si kështu, ka gyroskop, ne domethënë, si ta them unë, ne nuk krijojmë, ne të gjitha janë të krijuara, por ne ndihmojmë njëri tjetrin dhe mundohemi që të gjejmë mënyra se si më mirë, sa, jo shumë, jo pak, domethënë të shtelim të qëndrojmë që diçka të sjellë një dobi sa më të mirë, sepse në fundit është kështu që kur logjika e tejkalon atë që duhet jetë, është shumë e dëmshme. Domethënë se ka logjik jo të vetëm në anën pozitive, ka edhe në një anë negative. Ti mund thosh po logjikisht unë do ta bëj këtë gjë. Është normale. Po ka mundësi që me atë gjë që ti bën, për shembull, ti prish edhe shumë gjëra. Ti mund t'ja bësh qefin dikujt, dhe ai thotë, se jetë kemi. Jo, nuk keni një jetë, se vinë tjerët, dhe ato kanë jetë. Edhe këtë gjë ju e dini, unë e di, domethënë nuk është se e shpikëm ne, është e Zotit gjithësi, e gjithë kjo bota, domethënë. Ashtë dhe prandaj kjo është telekomanda me shumë ngjyrat ndryshme, siç e preferojnë, mund të jenë dhe forma të ndryshme, mbajtëse të ndryshme dhe fëmia identifikohet vetëm në telekomandë, një pajisje domethënë që nuk ka rreze të këqija për fëmijët, se deri në çfarë moshe fëmia do ta mbaj pasaj këtë është në duart të fëmijëve dhe unë jo në duarën tona, sepse ka fëmijë që lidhen shumë fort me diçka
dhe e mbajnë edhe deri në një moshë të madhe. Ndoshta nuk e përdorim, por si kujtim, si përdorim i bën kënaqësi, e sjell në mendje në moshë më të re, i heq stresin e kudion. Kjo ishte pra projekti Joystick-i. Ju falenderit dhe shpresoj për një bashkëpunim të fortë të përbashkët për të mirën e fëmijëve dhe ju uroj gjithë mirat. Ky ishte projekti. Faleminderit.